Mirë, si që pam, kjo është protesta që po zhvillohet tashmë prej 10 ditësh në bulevardin Dëshmorët e Kombit në Tiranë, por duhet theksuar se protesta ka pasur edhe në qytetet të tjera të Shqipërisë, sigurisht që ka nisur si një protest kundër projektit të Zvërnecit, por megjithatë duket se tashmë shtrirja për masat e kësaj proteste kanë nxjerrë në pa edhe le të themi pakënaqësitë kundër qeverisjes për mos reagimin e opozitës, janë disa kushte të tjera me radhë, por për të kuptuar më shumë mbi këtë mobilizim do ta trajtojmë sonte në skenkrimi të gjithë të çështje, pavarësisht se ne këtu e dim tashmë, jemi emision i cili dedikohemi çështjeve të krimit dhe drejtësisë, por një ngjarje kaq të rëndësishme me përmasa kaq të mëdha që ka marrë dhe vëmendje ndërkombëtare, nuk mund ta lëm për shkak të interesit të madh publik pa e trajtuar. Sonte këtu në skenkrimi me mua të ftuar kam ish prokurorin dhe avokatin Ervin Karanxhën. Karanxha, faleminderit shumë. Përshëndetje. Si dhe avokatin Gylsen Zhdima, shumë faleminderit. Faleminderit për ftesën. Zhdima, kush po proteston dhe cili është tashmë fokusi i protestës? Protesta është legjitime për ata të cilët mendojnë se te kjo protestojnë qytetarë të paguar apo influenca të ndryshme jashtë vendit, të gabojnë, e kanë për qëllim që të godasin atë ne që themi revoltën popullore, të godasin njerëz të cilët duan të shprehin pakënaqësitë e tyre ndaj kësaj të keq qeverisje. Më në fund, qytetarët shqiptarë dhanë mesazh tek dyshja Rama Berisha që nuk janë të heshtur, janë ata pikërisht që reagojnë ndaj padrejtësisë dhe pikë së pari mbrojtjes së mjedisit, për shkak se shkaku i kësaj proteste ishte pikërisht Zvërneci dhe në fund fare u tregua qartazi që Partia Socialiste dhe keqeverisja është në një fokus të qartë të godasi qytetarët dhe të mos mbrojë interesin publik. Zhdima, kur themi ishte Zvërneci si projekt apo ishin ato pamjet e të reja që pam që ndezën, sepse dua ta kuptoj këtë. Pamjet, themi realist, kemi parë që Partia Socialiste në keqeverisjen e vet të sigurisht që ka bërë abuzime me raste të ndryshme në vendet të tjera të shtetit. Pra në Shqipëri kemi parë pas here edhe 5 maj se si policët kanë hequr zvarr banorët, por pikërisht ishte ai rasti ku ata të cilët ishin punojës policisë private bërë një veprim të tillë, të shnjerëzor, torturë të shnjerëzore dhe policia e partisë, që e them në këtë rast gjithmonë, ka qenë pothuajse dëshmitare të një vepre penale në kuptimin e të dobësimit të shtetit përpara ose syve të qytetarëve dhe sigurisht që ajo tregu si qartë që ne pam qartësi se si po mbrojë nga policia e partisë një projekt i cili për mendimin tim është në shkeljet e ligjit, po dikush do të thotë po ai është brenda kuadrit ligjor, është një diskutim tjetër që mund ta themi në një moment tjetër. Do ta diskutojmë edhe këtu sot atë. Ajo çfarë unë kuptoj nga ky projekt është që e gjithë kjo situatë që sot ne kemi edhe këtu në pamjet tuaj që janë shumë të qarta, janë tregues që si qytetarët reagojnë kundrejt abuzimit edhe për rastin e asaj zvarritjes, të themi ajo tërheqja zvarri i qytetarit, ndjesia e parë ishte ndjesia për dinjitetin dhe pikërisht kjo protestë për mendimin tim është protestë dinjiteti, sepse ne pam shumë mirë se si punojësit e policisë private duke shkelmuar rregullat, cenuan dinjitetin dhe reputacionin të një individit, pavarësisht se ai ishte pronar apo protestues, por në fund fare ai ishte qytetar i këtij vendit. Përveç kësaj, ju duhet kuptoni edhe diçka tjetër që është shumë e rëndësishme për ta thënë vazhdimisht të qytetarët, frika. Frika ndaj kujt? U godit, frika nga vetë qytetarët. Pra ne kemi parë vazhdimisht dhe këtu tek ju, kam thënë, që jemi në një situatë pasi ka ndodhur të gjitha këto ngjarje të arrestimit politikanëve, korrupsionit të gjitha këtyre, që do përplasin pushtetet. Dhe pikërisht u përplas pushteti ekonomik, pushteti gjyqësor, pushteti ekzekutiv dhe pushteti legislativ. Ja themi audiencës, këtë bisedë ne kemi bërë bashkë tek zyra, jashtë ekranit dhe më ka thënë saktësisht dhe sigurisht keni marrë dhe shtete tjera për analogji që keni shpjeguar që në një moment caktuar nëse keni thënë
do përplaset pushteti politik me pushtetin ekonomik dhe me drejtësinë, do prodhojnë një fragmentarizim dhe do prodhojnë një protestë nga ana popullore. Dhe kjo ka qenë popullore dhe jo më larg se sa një javë përpara se ndodhte historia. Për këtë domethënë jam krejt okay. Dhe kam thënë edhe publikisht atë që do kemi kur të vi momenti kur të vi momenti i arrestimit të Ramës, duhet vi patjetër një përplasje e tillë. Momenti i arrestimit të Ramës? Po, e kemi thënë këtë. Pra, momenti i arrestimit të Ramës. Po përse do të vi momenti i arrestimit të kryeministrit për shkak? Pra, nuk mund të bëhet arrestimi i Ramës në një moment që do të jenë të gjithë palët të qeta duke u konfliktuar në mënyrë të heshtur. Rama përse duhet arrestuar po? Në këto momente, për një sekond. Në këto momente kemi një protestë që po zhvillohet dhe populli po kërkon arrestimin e Ramës, sepse titulli ose më mirë parrulla Rama Hamburg, Berisha Hamburg nuk shkon. Pse nuk shkon? Sepse Berisha ka të lashë me drejtsinë e Ramës apo të amerikanëve atë që besojnë shqiptarët pjesërisht. Por Rama nuk është akoma i proceduar. Rama është në çdo moment i jetuar. Po jo i proceduar. Pse? Sepse lidhet me bashkëpunëtorët e tij. Pra përfshi Ballukun, Tahirin, Ahmetaj, në shumë të tjerë më të shkuar. Patjetër. Çfarë ndodh tani në këtë situatë që jemi? Duke qenë se populli ka dalë, është ushtruesi i demokracisë, atëherë në ana tjetër kemi politikbërjen dhe pushtetet. Pse ne themi ndarja dhe balancimi i pushteteve? Sepse asnjë pushtet nuk është më sipër se një tjetri. I është balanca, është. Po çka kanë balancë, më thënë. Që do të paralel, pra, të gjithë këto tani fillojnë edhe përplasen me njëra tjetrën. Pra, ekzekutivi, gjyqësori, legislativi dhe kush? Dhe pushteti ekonomik. Sepse aty pikrisht në atë protestë ke pushtetin ekonomik. Pse është pushteti ekonomik? Sepse pikrisht qytetarët që punojnë në subjekte private janë ata të cilët paguhen si qytetarë që punojnë në subjektet private. Por ata, për shkak të imponimit të subjekteve private, në padrejtësinë që i bën në punën e tyre, sigurisht prodhon revolt qytetare, sepse ti, kur e di që pronari jot punon me pushtetin, sigurisht që ti do dalësh aty të protestosh edhe për pushtetin dhe për pronarin tënd, i cili është bashkë me pushtetin. Prandaj po të them që kjo që po ndodh është pikrisht piknisja e konfliktit midis pushteteve. Dhe pikrisht tek arrestimi që doja të thoja, kur të jemi në një rrugë tjetër, në një moment tjetër, do të themi të një pyetje ose të një kauzë që do dali pak më vonë. Jemi gjëre gjatë sonte për të diskutuar mbi këtë çështje, se do përpiqemi të kuptojmë. Karanja, unë e di që do ta zhvendosim pak fokusin ndoshta nga ato çështjet e përhershme që ne trajtojmë këtu, ndoshta mund të japim një kontekst politiko-social, sociopolitik diskutimit. Tani si ke lexuar energjinë e kësaj proteste, shkaku, burimi që ka prodhuar këtë lloj masiviteti të rinj, se duhet thënë që pjesa dërmuese aty janë të rinj, është energji kështu që zien. Si tash po ta vesh Randa, është çfarë brez i ri, komplet brez i ri. Shumica po. Të gjithë të rinj. Ke edhe fëmijë të vegjël aty në protest. Madje kur u bë protesta para disa ditësh, pompa e ujit të policisë i ra një fëmijë të vogël. Pra domethënë nuk ka vend pa me përdor as ujë. S'bëhet fjalë për shkopa gome. I ke njerëz të rinj, njerëz që protestojnë që për shkeljet për gjithë padrejtësitë që është bërë popullit shqiptar për 35 vjet, për grabitjet e pronave. Pra kjo thua që është një akumulim, një mbledhje 35 vjetëve? Kjo është një akumulim, është një majë vulkanit që po shpërthen. Shqiptarët ndihen të mashtruar, ndihen të gënjur me propaganda, me investitor strategjik të falsifikuar, me investitor që gjithë të na vite na kanë ardhur si gango, por në vërtet janë lango. Pra janë mashtrues, me investitor mashtrues. Këtu nuk mund të thuhet domethënë diçka masive. Nuk bëhet fjalë që ka shërbime tuaja, absolutisht nuk mund të themi. Kjo është një shpërthim i popullit shqiptar, i rinis, i brezit ri, për gjithë padrejtësitë që janë bërë. Pra po thuaj që shërbimet tuaja mund të ketë, por ndikimi atyre përballë, se energjia thuaj që është i pa. Sikur të ishte e vërtetë që shërbimet e huaja kanë bërë këtë, duhet të jepshin tërheqjen nga i pari te i fundit. Ku je ti? Edhe shiku. Edhe shiku edhe vetë kryeministit në rast të jemi në këto kushte, në rast të jemi, Shishi është shiku i vjetër. Atëherë këtu nuk ka askush lidhje me shikun, me shërbimet e huaja. Kjo është protestë e popullit shqiptar për padrejtësitë, për mashtrimet dhe në vetvete janë të mbledhura shumë gjëra. Është mbledhur dështimi i sistemit shëndetësor, dështimi i sistemit gjyqësor. Po ta vesh re në një deklaratë një zyrtari tha
të shkohet në gjykatë, të ndiqet gjykatë, po ti e ke shkatruar gjykatën, s'ka më gjykatë. Ku të shkojnë njerëzit? Kanë titull pronësie. Po pse është dhënë titulli pronësisë ti personi? I është dhënë se ti ke hipotekën në dorë. Ose kadastrën që merr titullin. Ti ja jep atij që është më i fortë. 17 drejtorë në Vlorë për një periudhë kështu domethënë, 16. Dhe rrin punë ai që lëshon vërtetimin e freskuar të pronësisë. Ai rrin punë. Ndërkohë që çështja është në gjyq. Pra ti së gjithë konflikti gjyqësor ti jep certifikatën e bardhë aty pas se hoj problem. Karanja, po si zgjidhet kjo realisht nëse do marrin të mirëqen që projekti do bëhet. E marrin të mirëqen e këtë që Rama thot nuk të riqemi nga projekti, nuk bëhet, ja erdhi që edhe mund të bëhet ai projekt. Tani me këto pronat që në një moment caktuar gjykata e lartë mund të thotë shiko do ta kthejmë për rishqyrtim se dyshohet për falsifikim. Tani çfarë ndodh aty? Ku shkojnë lekët? Kush i merr lekët? Kush përfiton? Problemi është që pronat shqiptare, pronat e popullit shqiptar, ka prona private që kanë qenë pronat private, ka edhe prona shtetërore. Ka qenë politika shqiptare, kanë qenë këta politikanë të cilët e kanë bërë këtë mish-mash. Kanë qenë këta politikanë dhe ke politikanë që janë në parlament aty që kanë votuar ligjin 7051, që është pronë e këtij. Që janë këto politikanë që kanë votuar ligjin për kthimin e pronave. Janë këto që kanë gishtë që kanë ndryshuar ligjet. Pra, na u ngrit akuzat e rasti i zotit Berisha për ndrim destinacion. Ndryshim destinacion dhe ndryshim i ligjit për qëllime personale, edhe këtu është ndryshim ligji për zonat e mbrojtura nga një grup deputetësh. Ndërkohë që e kemi shpjeguar, një ligj i veçantë që kërkon ndërhyrje specialistësh duhet të ishte bërë nga Ministria e Mjedisit. Pra, ligji për ndryshimin për investimin në pronat e mbrojtura është bërë nga një grup deputetësh. Pra, këtu s'kemi lobim. Prandaj, këtu andi bëhet fjalë. Edhe duhet gjetur edhe deputetët që kanë propozuar. Janë deputetë. Çfarë janë edhe ku kanë interesin? Unë mund t'ja u lexoj, është një projekt ligj që është depozituar në 2023-shin, që është drejtuar në atë kohë zonjës Lindita Nikolli, e cila ka qenë në krye të kuvendit të Shqipërisë dhe thotë: e nderuar zonja kryetare, bazuar në nenin 81.1 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenin 68 të rregullores kuvendit ju paraqesim projekt ligjin për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin numër 81 fraksion 2017 për zonat e mbrojtura. Faleminderit. Deputetët propozues janë Fadil Nasufi, Florent Spao, Arkend Balla, Edona Bilali, Bujar Çela, Anduel Tahiraj, Shpresa Marmraj, se kanë shku dhe keq, Mirela Pitushi, Denis Deliu, Klodiana Spaiu, Elisa Beta Zake, nuk e lexoj dot, Eduard Ndreca. Mirë, unë këtë po përpiqem të kaloj edhe regjis, domethënë që ma... Pyetja është e thjeshtë, kush nga këto është inxhinier mjedisi? Asnjëri. Kush një fushën, sepse unë jam jurist. Përse e bën këta deputet për shembull? Që ndryshohet një ligj pa lidhje dhe janë shmangur kompetentët. Sepse një ligj kur propozohet, ligji është një rregull shoqëror. Pra ke marrëdhënie shoqërore që duhet rregulluar me rregulla të detyrueshme për të zbatuar dhe vetë ligji. Mblidhen specialistët dhe thuhet, shiko, duhet bërë këtë. Pavarësisht se organi ligjvënës është parlamenti, ato që bëjnë rregulla janë specialistë, ore duhet bëj kjo. Për shembull, po marrim rast për lëndët kimike. Kjo lëndë kimike duhet hedhë rrugë, pra ka rregulla se si mbahet. Dhe është kimisi që na thotë që duhet vol ligji kështu. Dhe ne pavarësisht se e njohim ligjin nga ana juridike, por specialistët ta propozojnë që kjo është lëndë ndaluar dhe ligji i drogave për shembull. Janë specialistët thonë që kjo tabel është drogë. Ose ta heqim kokainën nga droga. Mbledhin një grup specialistësh, ta ndryshojmë ligjin për lëndët narkotike, pinë mall vet, ato drogën ta heqin, patën kokainën të mos quhet ajo. Edhe i propozojnë shfuqizojnë ndërkohë që kokaina është së specialisti. Pra këtu shmaket, ta duan me pi mall e shfuqizojnë ato të kokainës. Hashashi dënohet, por për këto jo. Prandaj janë specialistët, prandaj shteti ka organe, prandaj shteti ka sektor të veçantë. Ministria e Bujqësisë duhet të jepte, Ministria e Bujqësisë, Ministria e Mjedisit. Ligji kryesor, ligji më është propozuar nga Këshilli i Ministrave. Këshilli i Ministrave vjen për propozim nga Ministria propozuese ky ligj. Këtu çuditërisht nga një grup deputetësh, pra duhet verifikuar ç'është këto grup deputetë kush ja shtiu në mend. Si erdhi kjo në mend? Shteva ti i ditë burr ti u kujtove që ka një duhet ndërhyrë zonat e mbrojtura. Kjo është kryesore dhe duhet të hetohet. Në lidhje me dinamikën e ngjarjes, kjo është një ngjarje shumë e madhe, shumë e madhe dhe thash, mbledhen gjëra, mbledhen një ditë në Shqipëri folën për investitorët.
Investitorët kanë dështuar totalisht. Ja, okay, këta janë deputetë propozues. Tashti, unë besoj që këta janë propozuesit pse për disa shtesa dhe ndryshime në ligj sepse nuk kishte tjetër, domethënë relacion si të themi propozim tjetër. Ky ishte propozimi i vetëm atje. Por janë 12 deputetë që kanë 12. Po jo, një sekond, bëjmë vetëm një ndërhyrje të vogël thjesht për të ndihmuar edhe para. Patjetër ta bëjmë diskutim, ta bëjmë shumë të bukur, po thjesht ngatroi diçka dhe ti dua ta korrigjoj. Di që nuk do korrigjim, po thjesht për qytetarët ta kuptojnë. Po. Pra, nga socialista u bërën specialista këta deputetët. Tani nderuar zoti Karandxa, mund të vazhdoni edhe të bëni parashtrim. Jo, specialista ka këtu se secili prej tyre mund të jetë specialist në një fushë të caktuar, se ka mbaruar një fushë studimi, është më shkollë të lartë. Socialista u bën specialista. E kuptove Ti tani? thua se kanë bërë kurs tani se e patën kurs këto deputetët. E mamen. Akademia Bërë kurs, akademia politike. T'ia kujtojmë qytetarëve, Por nuk mendoj që është kurs në fushën e mjedisit. Jo, pse? Ndërhyrjat e pemë. Jo, sepse atëherë më duket ai trajnimi u ishte bërë në zonat e në plazh, më duket, mos harroni se zoti Rama frekuenton shumë Durrësin, Vlorën. U bën në Tiranë, është akademia politike e Partisë Socialiste, ajo që trajnoi deputet. Nga socialist bën specialista. Janë akademi të tjera të cilat janë në hotele luksoze të Republikës së Shqipërisë. Diploma e këtyre njerëzve nuk ka lidhje me këtë propozim, nga ka ardhur ai projekti. Prandaj nga socialista u bën specialista. Okej. Gjithsesi ju e dini. Po, çfarë ka ndodhur janë? Po. Bashkimi Evropian, një përfaqësues i Bashkimit Evropian, bëri deklaratë shumë fort dje. Duhet hetim nga Spaku, nga Pishpëroja deri në Nart, kjo zonë turistike. Duhet hetim nga Pishpëroja deri në Nart. Do ta trajtojmë dhe çështjen e Spakut nëse më jep një hapësirë që të marr një mendim edhe zhvillimës për diskutim dhe kam pikë konkrete se çfarë do të provojë hetimi i Spakut dhe kërkesa e zyrtarit të Bashkimit Evropian. Tani, Zhdima, faleminderit Karandxa. Zhdima, çfarë mund të provojë një energji e tillë? E gjunjëzon do të një pushtet? Është orientuar e gjithë kjo energji e të rinjve? Janë të qartë se çfarë po kërkohet? Si e lexon? Është mesazh kundër zotit Rama, është mesazh kundër abuzimit, është mesazh kundër tjetërsimit të pronës shtetërore. Ata, në rast se nuk kanë një pothuajse një përfaqësim, në rast se nuk kanë një projekt, nuk do të thotë që janë pa gjë. Pra do të thotë qytetarët shqiptar protestojnë dhe është e drejta e tyre të protestojnë sepse kërkojnë transparencë dhe llogaridhënie. Se pikërisht politika përmes pushtetit duhet japi llogaridhënie dhe transparencë. Në rastin konkret nuk ekziston as llogaridhënia, as transparenca. Përse mungon transparenca me projektin? Përse mungon transparenca me projektin këtu Po, do ta marrim nuk ka projekt. Jo, ka projekt. Po ku e ke projektin? Vetë njëri thot ka, tjetri thot s'ka. Ka projekt. Ka projekti, ide jo përfundimtar. Një sekond. Edhe të jetë edhe ide, le të jetë edhe paraprak. Nuk ka rëndësi. Projekti duhet të jetë, por thjesht projekti ide. Ky është projekti ide. Jo, po merr projektin sipas asaj. Projekti përfundimtar, më fal zoti Zhdima, është që ti sepse ti e ndjen mjedisin apo jo. E ndjen. Do shoh kjo pemë, duhet pres, ti duhet ke sa pemë ka një inventar qa nga do hyet, kush do hyet. Unë me sa pash aty hyni buldozeri me një shpejtësi skëterra. Projekti i parë është anulluar Tharama. Që do thotë? Ajo është një foto siç bëhen këtu me brez jeshil, domethënë ke beton jeshil. Absolutisht bëhet fjalë aty. Ai është një projekt ide që do bëhet shumë, por projekti se sa pemë ka, sa pemë do pritet, si do bëhet s'ke se kjo është mbrojtje e mjedisit. Që ti ke kaq pemë, ke këtë inventar, do ndryhet shumë. S'ke projekt fare. Ju mendoni se agjencia e territorit ose agjencia e mjedisit do të bëjnë një studim të tillë? Ju mendoni se në këto kushte jemi? Po për çfarë morën rrogën ata? Po ata i marrin rrogën që të thënë që shqyr marrim në lekë të kemi lekë në ai vot partisë. Ne s'dim se domethënë s'dim se çfarë do bëhet, thjesht kemi një foto, një pikturë, ajo mund të jetë edhe një pikturë që është bën darkë aty, edhe thotë ja ku ke projektin. Por projekti duhet të jetë i detajuar, si do ndërhyhet, si do bëhet banesa, lloji i ndërtimit, mënyra e lidhjes së konstruksionit me tokën. Sigurisht që do të ketë projektin, po nuk ka rëndësi më projekti këtu. Projekti është ky, një sekond, flasim projektin politik tani, nuk flasim më projektin teknik, se nuk na intereson projekti teknik përpara politik. Pse? Sepse ti po jep një zonë e cila mund të thuhet për ndonjë person që është truall privat, e kupton? Por nga ana tjetër, ai kishte çuar gardhin deri te hapësira dhe tek via brigdetare. Ktu është projekti. Pra, projekti këtu është, nuk është a do të ketë apo jo ndërtim.
prit mos merrem fare me projektin e, sepse po futem në te projekti, i bën që bëjmë lojën e Ramës, bëjmë projektus. E thotë ju s'jeni inxhinier, s'keni pse të flisni. Ndërsa te Gardhi, këtu është e gjitha. Te Gardhi që ka shkuar nga fillimi i pronës private deri në maj të detit, aty do të thotë që ka projekte qartë që të merret e gjithë prona shtetërore të jepet pas një studim, pas një projektim, pas një miratim të institucioneve shtetërore që zoti Karanja me të drejtë thotë përse paguhen ata. Tani po, a ka shpërdorim detyre të atyre institucioneve? Ka apo jo? Sepse kur nuk ka projekt, do thotë pse ti e ke bërë Gardhin e ke çuar deri në fund. Regjia nuk e di, kemi atë lezë ndërtimit? Ço tani çfarë thotë? Se këtu e zë dhe pak strisha. Kjo është data 28 janar 2025. 28 janar 2025. Pika 39. Leje ndërtimi për objektin resort turistik në Gadishullin e Zvërnecit, bloku rezidencial F1V2, nuk e di bie faza e parë bie tjetë kjo, F1V3, F1R6 me vendodhje në Pishporonart, Bashkia Vlorë me subjektin zhvillues Zvërnec South Adriatic Development. Një sekond. SHPK. Bashkia Vlorë do të kemë parasysh diçka. Mund të jetë patjetër dhënë një pothuajse një projekt nga kryeministri, por të paktën vetë qeverisja vendore e ka për detyrim që të bëjë një transparencë të banorët dhe këtë qytetarët çfarë do të bëhet dhe ku do të bëhet zhvillimi, si do veprohet dhe si do të jetë llogaridhënia. Unë di që janë pyetur grupet e interesit aty. Po, kështu bëhet. Por janë pyetur se ka pas proces verbal të mos. Si e ke emër, po. Janë dhe me foto, janë dhe me foto. Po ashtu do jetë. Jo, realisht, domethënë bën gjithë projekte, të bëjmë projekt ty dhe të ngelesh me gojë hapur. Dëgjoj mua. A jepet leje ndërtimi pa pasur projekt pyetje? Tek Pishporoja. Jepet asnjëherë tani, se quhet leje ndërtimi. Pishporonart. Është pjesë e kësaj. Po, akse. Pjesë e kësaj, përse Zvërnec South Adriatic Development, se kam përshtypjen në fazën e parë. Shikoj, është ndarë me 3 faza, nga çfarë dim. Po mirë, po ato larg projekte, ato janë të tjera. Janë Tiranë, Kavaj, Himari, pas ndërtuar edhe lart. Po ka pafundësisht, domethënë po ty është tek pse pikërisht numri 39. Po çfarë është 39-a? Ajo, me çfarë projekte? Është 36-a dhe 9-a janë numra që kanë simbolika. Kanë simbolika. Okej, mirë, nëse kanë simbolika nuk po hy asaj. Jepet Karanja, jepet do të leje ndërtimi pa pasur KKT-uja, Këshilli Kombëtar i Territorit dhe Ujrave një projekt, thotë që shiko, e shoh këto dhe bjem dakord për të një leje ndërtimi. Ande, të kthehemi prapë te protestuesit. Protestuesit kryesorja që kanë pjesë transparenca zero. Ke transparencë zero, tu s'dihet se çka ka ndodhur. Njëherë thuhet s'ka projekt, njëherë thuhet ka projekt. Është projekt ide që do bëhet kështu. Atëherë ti që ndërhysh në një zonë mbrojtur mbas ligjit dhe mbas ndryshimeve të ushtarëve të ligjit, specialistëve, ushtarëve të ligjit. Po. Na rezulton që ti duhet të kesh një studim të zonës, duhet kemi kujdes. Vlerësimi ndikimit të mjedis. Vlerësimi ndikimit të mjedis, duhet kemi kujdes që të mos prishim dunat e rërës, janë dunat të formuarve në vite. Duhet kemi kujdes në Zvicër, më duket. Duhet kemi kujdes për pemët, duhet kemi kujdes për gjitha. Dhe këto nuk bëhen me i tramet lapsit. Do ta bëjnë sepse nuk është pikturë. Është pronë kombëtare e krijuar në vite. Pra një dun foli një specialist, mjedisi do vite dhe qindra vite të bëhet, sepse ka vite se nuk është dur rëre në shkretirë, është dur rëre në ujë. Dhe kjo kërkon investim, kërkon e para specialistët t'japin mendimin e vet, dikimin në mjedis sa është mundur, ja dhe Gardhi, urdhro, tek via, po çfarë? Po urdhro shkaku. Urdhro, shkaku. Si e ka bërë ai Gardhin? Hajde po të me mua bashkë Gardhin. Shife zonën mbrojtur këtu. Shiko. Si ke hyti? Ku e ke lejen që ke hy? Ka leje ndërtimi për këtë murin. Jo, po me çuderi te Gardhi, aty te Gardhi atë çështë bërë. Është bërë muri sipas ajo Gardhi. Dhe e dyta që kemi më problematikë se për mua nuk shoh murin problematikë, po për shoh mungesën e transparencës. Po përse çfarë mungesë transparencë për shkak Karanja? Çfarë ku dyshon ti që ka? Është çështje pronave, aty është çështje atyre që përfitojnë nga kjo histori. E para kemi një miks. E para çështje prona sepse pronat janë atë la në gjyq në çështje në gjyq. Pra çështje gjyqe gjyqësore. Po mirë, ishte pretendime që ne jemi në gjyq akoma. Po le të jetë çështja në gjyq, nuk ka një rregullator për shteti për shembull që për shkak të një interesi ta bëj kundër një kundërpyetje. I ka bërë vetë sepse nuk e di ka kap diçka. Shteti i ka bërë vetë. Ka ndruar 17 vjet derisa ta firmosi për njërin.
17 vetë kanë 18 vetë. Pa do ka dronin e kërconit që ka kërcit droni aty. I është rëmu koka në njërin që ta firmosim darket. I gjithë problemi është transparenca zero. Ne nuk e dimë, është pasuri kombëtarëve, është e fëmijëve tanë, është e popullit shqiptar. Kush je ti që më ve gardin mu? Dhe nuk është faji i atij kompanisë që ka von gardin. Faji është ai që e le. Si më vedi mu gardin? Jo, bo plazhi, jo dhe ne dum zhvillim. Po pse dum ne? Po kush janë këto? Na ka rezultuar, ta thash në fillim, të gjithë investimet e huaja që janë bërë në Shqipëri, pjesa e tyre më e madhe janë investime të dështuara. Merre Bankersin, janë tha pusët e naftës, del minus. Me çfarë vendit botës ti ke vend që nxjerr naftë del ashtu? Pse po bëhet lufta në gjirin persik për naftë? Aty bëhet luftë për naftë që të ketë naftë, të ketë të ardhura, ne kemi të varfër. Ke bulqizën, i ke njerëzit pa dhom gojë aty, në kushte mjerane, veni është mbi flori. Pra ne investimet e huaja në thojë, ose investimet si që i quajnë to, janë të gjitha zero. Janë të gjitha, domethënë të kanë sjellë me humje. Si mund të kesh humje, unë nuk e kuptoj. Pra, populli ka drejt. Jemi trembur nga këto lloj investime se them unë. Jo, thu ti, por si është në realitet. Kemi të bëjmë pa u nisur me një parti politike apo tjetër. Janë 35 vjet. Kjo ka ndodhur 35 vjet. Këtu kanë dalë qytetarët dhe ne flasim për qytetarët. Këtu janë 35 vjet dhe po të veshë protestuesit. Kanë lidhje pa interes me njëri tjetrin, as nevoj interesi. Goca 3, çuna 3 duke dalë. Kemi një mosh 3. Dhe të gjithë këto janë të lidhura dhe njerëzit kanë një komunikim dhe edhe një shprehje dufi. Pra, domethënë s'është thjesht është një akumulim i filluar vite, aq më tepër punimet pa projekt, se duhet projekt përfundimtar. Duhet një projekt përfundimtar, jo projekt ide që do ta bëjnë kështu. Sepse na ka rezultuar, siç ishte rasti i tunelit Llogaras, ishte ura hiku ura, sepse projekti ide ishte tjetër ura të fluturuar. U bën me mbushje. Aq më tepër që historitë me të huajt na kanë dështuar totalisht. Dhe protestuesit kanë të drejtë të protestojnë, të ngrenë zonin, sepse kemi një grabitje, pra jo vetëm për rastin, por në përgjithësi kemi grabitje të pronës publike, pasurimin e dy njerëzve dhe shkatrimin, sepse këto prona po u shkatruan nuk bëhen më. Nuk riparohen më. Okej, faleminderit të Kalanxha. Zhlima, po diskutonin për çështjen e lejes ndërtimit, po diskutonin për projektin. Përse një mungesë transparence e tillë nga ana e qeverisë? Se pikrisht që nga ana investitorëve mund ta publikojnë dhe ata, thonë që shikoj se ne këtë kemi menduar. Pushteti ekzekutiv përfaqëson shtetin, po shteti është një aset kombëtar që përfaqësohet nga partia politike që merr qeverisjen çdo 4 vite ose atëherë kur vjen momenti, edhe me zgjedhje parakoshme. Duhet keni parasysh diçka që është shumë e rëndësishme. Zoti Rama e mendon Shqipërinë si një pronë private të tij. Pra, nga 2017 në vazhdim, ai duke marrë timonin, mendoj se mori timonin e makinës individuale, pra makinës private, sikur kemi të gjithë ne në një makinë. Shqipëria nuk është makinë. Kryeministri nuk ka patentë, nuk i jep. Ka rëndësi, prandaj kemi shkuar në këto projekte që tha dhe kolegu më përpara, me të drejtë tha që ka dështuar të gjithë projektet, prandaj jemi në këto rezultate ku jemi sot. Pa patent edhe me këtë drejtim lere. Tani shkojmë tek situata e transparencës. Nuk ka transparencë në asnjë projekt. Mos harroni një fakt tjetër, ne kemi qenë këtu bashkë dhe kemi folur pikërisht për gjithë ato dështime që ka bërë qeverisja e Partisë Socialiste. Aeroporti i Vlorës, Porto Romano dhe shumë projekte të tjera. Të gjitha kanë dështuar. Pse? Nuk e pasur transparencë. Transparenca nuk është thjesht një fjali që themi hajde çuna se duhet ta themi. Por këtu është transparenca sepse duhet kuptohet kush është projektuesi, kush është zhvilluesi, kush është investitori, sepse në fund fare aty mund të kemi ndonjë armik të huaj. Bravo, atë është i panjohur. Që thua, dhe pse tani protestuesit, tani me të drejtë the, pse tani protestuesit duhet të thuan që janë të huaj, kundërkohë ne nuk e dim kush është ky huaj investitor dhe a është vërtet familja Trump apo pas familjes Trump fshihet dikush tjetër. Ose thjesht është emri, tabela Trump dhe në fund fare fshihet një i huaj. Pra, këtu duhet të vi qartazi transparenca. Dhe pikrisht tek transparenca ne duhet të qëndrojmë, sepse duhet të dim se ai i cili vjen në Shqipëri të investoj, do investoj për të bërë zhvillim apo investoj për të kapur pushtete të ndryshme që do vinë në Republikën e Shqipërisë, edhe do të instalohet një pushtet që të shitet Shqipëria pas 20 vitesh.
Se prandaj kërkohet transparencë, sepse ju e mendoni Të shkëlqy Shqipëria pas 20 vitesh? Po, më zotëri. Çfarë do të thotë? Sepse të vjen ky investitori. Rama thot, na erdhi ky investitori, po na sjell 4 miliardë, se nuk e di se me shifra 4,5 miliardë euro. Ku do investohen parat? Ku do investohen parat? Kë do blej ai investitori? Se të merr 4-5 bandit, i vendos në qeverisjen e vendit, gëzohemi ne të gjithë bashkë sepse ka pushtet, dhe kujt i shërben? Gjithmonë rusëve apo njerëzit të tjerë të cilët kanë ëndra apo projekte të errta për Ballkanin Perëndimor. Shumë e thjeshtë kjo, prandaj quhet transparencë. Transparenca nuk është thjesht fjalia unë thash investitorin dhe mbaroj gjithçka. Jo, është edhe ai investitori fundor që është i fundit fare, që duhet dihet se si vin origjina e parave. Pse pikërisht Partia Socialiste thoshte që ata të cilët janë në rrugë janë iranian, ata të cilët janë në rrugë janë grek, ata të cilët janë në rrugë janë rus. Pse? Se pikërisht do të fshej nga mos transparenca njerëz të cilët kanë projekte të errta për Republikën e Shqipërisë. Shumë e thjeshtë është kjo. Projekte të errta. Të errta dhe më të errta se këto. Ka të tjera? Po patjetër. Prandaj të pyeta. Ajo lista kishte shumë numra. Me ato janë kemi qëndruar tek numri 39. Ja të shikojmë edhe të projekte të tjera. Por prandaj po ju them, transparenca nuk është thjesht një fjali e përdorur në ligj. Është pikërisht thelbi i projektit ku investohet. Është pikërisht mbrojtja e sovranitetit kombëtar. Sepse të japun ty një shembull. Nuk do ta japim me shembull konkret që mos t'i ngel në njëri hatrit. Dhe unë shkoj në një pozicion të caktuar si investitor dhe blej 300 shtëpia afër një kufiri që kufizohet Shqipëria. E bëj minoritet unë atë zonën aty, duke të cënuar sovranitetin e Republikës Shqipërisë? Po zotri, e bëj. Si e bën atë? Pse shkoj të çoj gjithë njerëzit të cilët unë dua të kenë një origjinë të caktuar. Ta bëj minoritet. Je i detyruar pas 10 vitesh, 20 vitesh, kur ata të mblidhen me njëri tjetrin, të më njohësh një minoritet tjetër në Republikën e Shqipërisë. Prandaj duhet kemi popull shqiptar, duhet të kuptojmë, ata që protestojnë, nuk protestojnë për një hall personal, por për një hall kombëtar, e ardhmja, trashëgimia. E ka trembur pushtetin kjo energji. Po sigurisht ka trembur të dy bashkë, Sali Berisha dhe Edi Rama, ka shtrënguar rripin. Ka shtrënguar rripin e atyre prokurorëve, atyre prokurorëve dhe gjyqtarëve që të cilët pothuajse kanë kaluar vettingun, çfarë vettingu ka kaluar ata, histori tjetër këtu tani mos ma hap këtë tani tem. Por çfarë? I ka dhënë mesazhin, guxoni ju, si në politik, si në gjyqësor, jepni vendime sipas shefit dhe ju dërmarin zvarr. Ky është mesazhi i kësaj proteste. Po nuk e kuptuan? Uroj ta kuptojnë, e di pse po ta them, se në Shqipëri ndodh kjo, vetëm para gjykojmë, nga mjesi deri në darkë, dhe kur na del përpara themi o vlla na fal. Po jo më shok, ta kam thënë qym përpara. Thamë ne për PD-n, kështu si po shko PD-ja, do gjej një disfat. Kjo protestë është disfat për PD-n. Disfat për PD-n? Është. Po, pse? Se nuk e pa realitetin kur ne i kemi thënë. Ne kur themi realitetin si për PS-n, si për PD-n, se kam edhe për PS-n, po e kam pak më vonë. Si për PD-n, e themi për të mirën e këtyre subjekteve. Sa as mua, as Zotit Karandxha, as ty nuk besoj se të ka marrë Sali Berisha me të thonë në jo ofertë apo me të dhënë lek. Mirë, po jo, t'ja themi qytetarëve, sepse qytetarët mendojnë se ne mbajmë një qendrim në një ditë dhe mendojnë se ne na kanë tërbu me lek me miliona, a kuptoj dhe ne s'dim ç'a themi. Jo, ne i themi, PD-s i themi, zotri, reagimi popullor është pastrimi i partisë, figura të reja në Partinë Demokratike. Jo për mua. Jo në Partinë Demokratike, mos e thuaj kështu. Po flasim se është partia. Në sistemi politik. Një sekond, flasim, pra është një parti politike që duhet të nxjerrë figura të reja, sepse ka benefitin politik. Ka benefitin. Jo partinë, qoftë do të shkatërrohet, që sot më le të shkatërrohet ajo, le të dalë i re, edhe pasoja, që sot do shkërmoj. Edhe sikur të sjellësh një parti të re, dhe një parti të vjetër ti duhet të kesh figura të reja.
nuk thënë parti të reja, figura të reja, edhe të parti të reja dhe të parti të vjetra. Por, të paktën ti i ke dhënë mesazhin. Ne andi këtu, sa uri për të doja, para 2 javësh Karanja. Për të rrit mo. Tani po tallesh tani me mua tani apo të lutem shumë tani. Slogan uri për të rritje. Kishte votime më shumë. Edhe një herë nuk më intereson çka ka figura tjera kërkon. Po zoti Berisha në situatën. Zoti Berisha është kryetar. Çfarë për të rritje? Po tani po desh ta kthejmë në shakane e kthejmë, po desh ta kthejmë në shakane e në seriozitet. Aty të kanë dalë njerëz. Po, edhe sikur të ishte një njeri apo 10 vet apo 500 vet aty kanë dalë njerëz. Mesazhi ka shkuar shumë qartë. Te këto 2 palët po, edhe Rama dhe Berisha. Të gjithë pa përjashtim. Unë nisa emisionin Rama Hamburg, Berisha Hamburg. Të gjithë. Te Parulla ka një gabim të vogël, po korrigjohet. Është i korrigjueshëm në të ardhmen. Por do ta diskutojmë më vonë. Por e vërteta është këtu që ky mesazh nuk shkon vetëm te Rama dhe te Berisha, këtë po të përpiqem të them. Ku shkon tjetër? Të gjithë pushtetet, gjyqësori, ekzekutivi, legislativi. Të gjithë janë trembur thua? Të gjithë, jo, në rast se nuk janë trembur dhe i pëlqen vetë edhe kanë hyrë në kala, të zbresin, këmbët në tokë dhe situatën ta kuptojnë. Se sot këta nuk të marrin zvarr. Po një rast tjetër pas kësaj proteste do marrin zvarr. Mire ka zhdhima Karanja të shkullin, unë do thoja që ju e dini vetë. Të heqin perimet, të shkullin preshin. Faleminderit zhdhima. Faleminderit. Hetimi i Spakut për gjithë historinë e Zvërnecit. Ku e çon historinë e projektit, kë mund vërë përpara përgjegjësisë, çfarë do ndodhi deri në fund? Spaku është para një vështirësie shumë të madhe. Ose një sfidë. Rikujtojmë atë ndërprerjen që bëra për zyrtarin e BE-s. Sfidë shumë e madhe. Zyrtari i BE-s i tha, hetim ndërtimeve nga Pishpëroja deri në Nart. Me hetim çfarë kuptojmë? Hetim tërësor të pronësisë. Pra kush është pronari i Kënetës? Të hetoj kush është pronari i Kënetës, kush është pronari i tokave shtetërore. Kjo është detyrë e Spakut. Pra kush është pronari i pronave shtetërore zhurima, i bit jetë shteti. Pra këto duhet të hetohen. E dyta, na ka rezultuar që ka pasur shumë dokumenta të falsifikuara gjatë të në periudhës. Ka nga informacionet që disponoj, ne kemi ka një arshiv që ndodhet në Stamboll, sepse ne kemi qenë pjesë e pranurisë turke. Po, ka një arshiv Stambollit. Spaku mund të drejtohet te arshivës së Stambollit, të marrë me letër porosi, të verifikoj pronat sidomos zonës Vlorës, që zonës së Bregdetit shqiptar, për të parë pronësinë e tyre, aty janë me pronësi janë të sakta. Por duhet kemi parasysh se falsifikatorët janë mjeshtra, të falsifikojnë edhe postën. Pra edhe postën vjen në zarf tjetër se ka rezultuar që janë falsifikuar provat në ajër. Pra se ty ta jep tamam në Turqi. Personi dhe kur vjen, pra duhet agenti i Spakut ose agenti i BKK-s ta mbajë vetë si të verifikojë. Duhet do punë se prandaj sjetu shkoj vetë ma. Ka një kuptim figurativ, të kujdeset vetë për materialin. Të marrë edhe me siguri se ka shkoj vetë aty më shkoj ta shikoj një. Ta shikoj vetë. Dhe të verifikohet sepse ne kemi qenë pjesë e pranurisë turke, të verifikohet sepse mund të është vitet 35, 33, 35 Karanja, që është e periudhës së mbretërisë këtu që këto se dhe ajo figuron shumë mirë, janë harta shumë mirë. Janë të shohim vjetat njerëz se si kanë qenë. Po. Dhe të shohim edhe këto sepse aty ata falsifikatorët se kanë ditë kohën, sepse kur jenë 35-ën, shef burimin. Nëse ky thot do 35-ën që ja ka blej këtij, kur ai s'është atë i bitjet falso. Sepse ai i 1910-s thot, kjo pronë është e këtij. Tash diferenca për 20 vjet. Ku ka shkuar? Ku ka shkuar është e qartë. Një mik po më thoshte, kishte bler një shtëpi në Bruksel me kredi. Dhe thonë, e dija shtëpinë, ndërtesa ishte 1865. Pronari i parë, i dytë, i tretë ishte me libër. Kishte libër shtëpia të pronarit. Dhe ti e di, dhe ti që e merr. Çfarë të ardhur është kjo, sepse është thjesht fare, pra neve jemi 200 vjet mrapa me këtë histori. Neve shohim jo komisioni këtu, jo e ktheu ky komision ai tjetër. Çfarë këto më? Ku është shteti shqiptar? Si do thithësh ti investitorët kur si je i shtet koti? Që në gjithë çështjet e pronësisë ti s'di se ku je. Sepse ka mjete juridike se po diskutohet. Unë nuk jam që të cënohet siguria juridike, por kur vetë Kodi procedurës civile ka parashikuar mjetin e rishikimit, ti si shtet ke detyrimin të provosh pronësinë tënde, të mbrosh pronën tënde, ta mbrosh pronën. Jo ta hedhësh pronën aq se e mori. Ti, nëse del një provë që një vendim gjykatësh i falsifikuar,
është bazuar mbi dokumenta të falsifikuara, ti mund ta rishikosh këtë vendim. Pra me kërkesë për rishikim, ti jetë organet shtetërore të kërkojnë pronat e veta ta verifikojnë. Dhe nga arkivat e Stambollit arrihet dhe koha pronat del, sepse është emri i madh, pra janë pronat mëdha dhe pronarët e mëdhenj do jenë aty. Janë apo s'janë? Nëse janë, takzojnë. Artur Shehu doli në një ndalje televizive. Artur Shehu nëse është pretendon, domethënë që kishte diku te 252-250 hektar trashëgimi familjare. Nëse provohet, sepse këto janë bëhet fjalë para 100 ca vjetësh. Pra ne 1112 kemi fituar pavarësinë, por më para arshiv kemi pas dhe në qendër në Stamboll. Të verifikohet, nëse është pronar, është ish pronar tamam, sepse kjo lojë u hap. Pra nuk është se kemi gjë me Artur Shehu, sepse u ka me Artur Shehu, u gjet një emër Artur Shehu. Jo, doli vetë publikisht ai e pranoi vetë sfidën publike, publikisht, por duhet provohet tek gjithë. Kjo pronë duhet të provohet që pikërisht janë pronar, por duhet parë çështja me themel, sepse ka rezultuar që dhe arshiva sot e shtetit shqiptar me dokumenta të falsifikuara, se ato janë fut dokumentat në arshive janë false. Janë dokumenta false. Arkive shtetërore. Arkive shtetërore ka shumë dokumenta të falsifikuara që janë marrë nga rrjetet dhe janë çuar aty. Prandaj duhet ekspertime grafike të verifikohen me ka mjete teknologjia, ka ecur para teknologjia, të shikohen aktet e ekspertimit ku ka ndërhyrje, ku janë aktet e pasakt, të shikohen dhe çdo kush të marr ato që i takon. Qoftë privat, takzoj, stërgjyshi ti e ka ble pronën e vet me gjela, me Napoleona, ta morë takzoj. Por të çdo kush të marr ato që meriton. Dhe këtë ka për detyrë ta zgjidh prokuroria. Nga ana tjetër, po. Kemi diskutuar në çfarë është diskutuar dhe në media, po të keni parasysh që po kërcenin antarët e KPA-s, që po kërcenin të lumtur, aty midis tjerave doli tek CNA-ja, tek kanali CNA e Parshë, dy zyrtar të KPA-s që kanë pasur lidhje me çështjet e pronave, kanë shkarkuar prokurorin Armand Gurakuqi. Pra, bëhet fjalë për procedimin penal numër 3146 vitit 2008. Armand Gurakuqi si lidhet me pronat? Armand Gurakuqi është prokurori i cili ka pasur një çështje penale në vitin 2008 në lidhje me pronat në një zonë tjetër të Shqipërisë. Kur në 2007, 2008 dhe 2009, pra bëhet fjalë për një periudhë 3 vjeçare dhe këta ka pasur përgjime. Ka pas përgjime? Ka pas përgjime në këtë çështje penale. Po? Dhe këtë kohë korespondon që janë kthyer shumë prona me sipërfaqe të mëdha. Në këto përgjime flitet për këto pronat e tjera. Pra, dhe për fat flitet për Zvërnecin, për Shporon po thua? Flitet për Shporon që diskutohet. Dhe Altin Domani ka qenë shefi i task force-s. Pra të dy prokurorët e kanë pas çështjen bashkë, Altin Domani dhe Armand Gurakuqi. Armand Gurakuqi është shkarkuar dhe për mendimin tim, është një prokuror me integritet moral dhe profesional, shkarkuar me ndikrimin e krimit të organizuar dhe personat që dalin përgjime janë këto që kanë shkarkuar. Pra, Spaku duhet të hajtojë këtë. Dhe ka qenë Altin Domani pas ka çështjen gjysmë gati. E ka gjysmë gati, duhet të tërhiqet nga gjykata procedimi penal numër 3146 të vitit 2008 ose të merren nga zyra qendrës përgjime, prokurorit përgjithshëm, gjithë përgjimet dhe ti transkriptojnë në shumë e thjeshtë. Atëherë s'ka pas as WhatsApp, njerëzit kanë qenë sigurt se nganjëherë siguria, ajo që është sigurt e filloi të telefonat ata kanë besoj në telefon që qenë prokuror kështu. Dhe mendoj që kjo çështje do të ka për detyrë të marrë këto përgjime, pra morale dhe parakombit, është parakombit kjo. Pra është parakombit si janë kthy pronat dhe këto përgjime të shikohet çfarë lidhje kanë me kthimin e pronave dhe por e rëndësishme është se si është shkarkuar prokurori Armand Gurakuqi nga krimi i organizuar. Sepse personat, siç e thash, dy antarë vettingut, të cilët kërcejnë dhe këndojnë, janë pjesë e dosjes përkatëse. Domethënë njëri ka qenë avokat, tjetri ka qenë me... Mirë, për sa kohë ka përgjime Karanja, faleminderit shumë për këtë informacion, është informacion interesant që do të thotë nëse Spaku ka një çështje gjysmë gati për hir të interesit kombëtar, për hir të kësaj revolte qytetare, popullore, për hir të shpresës së të rinjve, mirë është që ta trajtoj se çfarë ndodh në fund me projektin është histori tjetër. Ajo është krejt histori tjetër se çfarë do vendosë në fund, do ndërtohet apo jo, por ka disa hapa paraprake që do duhet të ndërmerren për hir të transparencës publike dhe për hir të pronësisë reale. Të shkoj paraja atje ku është për të shkuar, apo të shkoj prona atje ku është për të shkuar. Po jo. Interesi mendjeve ndërkombëtare thjesht vetëm do të shtoja pak sepse tha për rastin e zotit Altin Domani.
Dhe ju e dini shumë mirë se sa unë jam pak i emocionuar në këtë aspekt, sepse unë e di shumë mirë që zoti Dumani ka qenë në shumë dosje shumë të ndryshme të kësaj republike dhe në fund fare ai ka shërbyer tek Partia Socialiste në shumë raste. Por mendoj se kësaj të radhe zoti Dumani mund t'i shërbej vetes së tij që të zbardhë këtë ngjarje që tha kolegu me të drejtë që ka një rast të tillë dhe kryesisht prokurori mund të bëjë këtu kryesisht janë dy prokurorë çështje që kemi gjuar, Elida Celami dhe Altin Dumani. Është të kjo çështje s'paku do të okay, mirë pra, pra jemi okay pra ne, pas ka Dumani çështja. Po e ka. Okay. Nuk lëshon ai dosje. Mirë, më ka shkëtuar informacion vjes. Po partia nuk lëshon ai dosje, pse ju mendoni se zoti Dumani bënte projektet e opozitës? Nuk është për çështja të presim se prova është Dumani rezultate. Unë mendoj që të burgosë prova është prova. Nuk ka çai bën prokurori. Edhe e lejon edhe ligji procedurial që të marrësh dokumenta, prova, përgjime nga një dosje tjetër që provon akuzën. Siç ka skaj ECC, po i ka shërbyer, ajo nuk është akuzë. Është konstatim. Shërbimi i partisë i bie që çështja të pushohet. Ose dy partive, se janë që të dy janë tavë. Tani, a janë dy s'janë se di, po të da shikojmë. Unë mendoj që çështja do jetojë. Mund t'jenë edhe 3, mund t'jenë edhe të tjerë, nuk e di. Por, një sekond, do të kuptojmë diçka. Por si ka mundësi zoti Dumani në të gjitha dosjet ai shfaqet me në event? Dyshoj unë. Këtë do thotë, ata serën, më që bënë. Tani, në vitin 2008, unë kam në 2007, zoti Dumani ka qenë zëvendës prokuror te krimet e rënda, te prokuria e krimet e rënda. Në 2008 u krijua në fund 2007-s, fillim 2008-s, diçka e tillë. Do thonë ka qenë koha që po largoi prokurori i përgjithshëm Theodori Sodaku, u kriju task forca me ndihmën e amerikanëve. Pra, amerikanët zgjodhen gjithë, u bën një zgjedhje e prokurorëve në gjithë territorin e Republikës. Task forca Karandra të shpjegojmë qytetarëve? Task forca ka qenë grup prokurorësh. Ka qenë grup prokurorësh në një grup prokurorësh, një sektor i veçantë në prokurorinë e Tiranës, që merret me çështjet e korrupsionit, merret me shpërdorimin e detyrës. Pra, ish sektori i krimit ekonomik u kthy task force. Por si një mini spak po themi. Si një mini spak dhe atëherë ka pas rezultate. Madje janë arrestuar, janë arrestuar. Do të thotë se mos ta marrim rezultatin me arrest. Rezultatin çuj proceduar. Pra janë proceduar penalisht shumë zyrtar. Do të thotë të nivelit që ka qenë në kompetencën e task forces dhe ka pasur rezultat. Madje dhe në raportet e Bashkimit Evropian, atëherë sepse Shqipëria që synonte edhe në 2010 që hoqën vizat, një pjesë e punës së task forces është atë dhe zoti Dumani ka pasur dënim për dosjet, aq më tepër që prokuria ka qenë e centralizuar dhe çështjet i kanë ndjer. Pra ka qenë shefi. Pra ja ka dhënë ligji vet shefi, edhe këtu. Këtu është shefi dhe ka marrë pjesë. Ligji jep grupet hetimore. Tash është zgjidh mirë, zgjidh keq, ne do shohim se rezultate. Jo, se si do ta zgjidh gjykata. Se është gjykata që të çekon. Po. Për shembull, është gjykata që të çekon. Këtu ke gabuar, je gabim. Pra ne të presim çështjet janë në fazën e gjykimit. Mendoj që nga pikpamja formale, pra domethënë ka pasur mbështetjen e amerikanëve, këtë ta konfirmoj. Se në disa evenimente që bën ato më kanë thritë dhe mua se kemi qenë në katë aty dhe kemi marrë pjesë. Pas mbështetja amerikane, çfarë do thotë vetëm Dumani që ne? Jo, ideja është e tillë që Dumani, domethënë këtu ka respektuar ligjin. Tani një sekond. Ajo që po fol Karandra është Dumani ka njohur dosjen dhe ka dosjen sot. Po jo, edhe kjo. Po e përveç kësaj, edhe kjo. Po, me të drejtë, po ka edhe një rast tjetër, sepse zoti Karandra na thotë edhe diçka tjetër, që në 2008-2010, themi të vërtetën, është bërë puna. Po mirë, kush e hoqi zoti Dumani nga task forca? Një sekond. Jo, ka edhe diçka tjetër. Po kush qeveriste vendin atë kohë? PD-ja. Po. Pra, tani e kuptoni pse Altin Dumani futi në burg Sali Berishën? Sepse pikërisht Altin Dumani punonte që në ato kohë për të dhënë statistika dhe shifra Parti Socialiste që t'i kishte përpara se sa të korruptuar kishte Sali Berisha në pushtet në atë kohë. Unë kam një oponens, më jepni fjalën, unë kam një oponens. Berisha që kur firmosi reformet si bashkë me Medën atë tjetër, me treshën braziliane, Romario Bebeto ka qenë tjetër, e firmosin duan kontroll. Ma e pra, a desh. Ti Dumanin e di, sepse në 2009, domethënë ai e dinte që do shkote Dumani, se u bën kërkesat, që ti e ke firmos vetë. Tash që s'pëlqe, thot ky është, këto janë ato njerëzit, ato tjerë që prokurorët e tjerë që anatemojnë se s'do t'i marrin nga ona njerëzit. Këto janë njerëzit. Ti e ke firmos vetë
Atëre, kthehemi e kuptuam çështjen e Spakut, ka një hetim. Mos kalojmë në çështje tjetër tani se do ta mbaj. Mediat ndërkombëtare fokus shumë të madh kjo çështje trajtuar në CNN, pra brand ndërkombëtare, brandi amerikan i medias, media kështu globale, po themi Reuters, një tjetër prestigjioze ndërkombëtare. Cili është fokusi i përse domethënë një protestë e tillë që ka, le të themi, ka ngjallur shumë në Shqipëri, vajten atje ndërkombëtare tani. Të dashur shqiptar, sepse pikrisht fshihet familja Trump. Fshihet Trumpi sepse ka qenë gjithmonë një goditje kundër televizioneve amerikane, CNN, mos gaboj, edhe televizionet të tjera të cilët janë me radhë. Vetëm Fox Media, Fox News ka mbas vetes. News nuk e ka armik edhe e ka mik. Të gjithë të tjerat edhe sikur dëgjoni tani këtu lajmin e vetëm ndërkombëtar. Lajmin e fundit ndërkombëtar. Po, me vëmendje. Tani, kaq naiv është familja Trump, unë po e besoj. Të bëhet lajmi i fundit tek televizioni që babai i Ivankës ka goditur. Tani, ju mendoni se pas 2028 Trumpi do të jetë më president i Shtetit Bashkuar të Amerikës se 2 mandate i bëri. Dhe tani Trumpi, për mendimin tim, po bë lajmin e fundit që të ketë Ramën dëshmitar kundër dosjes që do t'i bëj Fondacioni Soros në Amerikë Trumpit me prokuror që ka për Zvërnecin dhe punë kundër Sazanit. Prit thjeshto është Dima. Ti po thuaj që Trumpi po kërkon. Po bie pre. Prit jo, po më lër ta shpjegojmë se e the shumë vështirë. Shumë vështirë. Ti po thuaj që Trumpit në 2028-ën në vazhdim do t'i duhet kryeministri Rama, pra Edi Rama, dëshmitar në një proces gjyqësor që do ketë përballë familjen Soros, Fondacionin Soros? Po, unë atë mendoj që ky është një projekt shumë i bukur, i mirë organizuar nga rrjeti Soros për të goditur Trumpin pasi të ikin nga pushteti. Kush është projekti nga Soros? Këtë po bën dhëndri Trumpit, kush? Ashtu duket në fazën, apo më mirë në sipërfaqe. Sepse në rast se ne do shkojmë të zbulojmë investitorët, na dalin emra të tjera. Apo kanë gatruar parcelën. Sepse shiko, tek ai projekt se kush ka bën në një proces civil, kanë dalin 2 parcela, të ndalin mbi vendosje, të dalin nami, distanca, metrat katror, bëhet gabim. Dhe pastaj bëhet gabime. Edhe këto gabimet bëhet lajmi i fundit ndërkombëtar. Dhe tani unë mendoj se rasti i zotit Trump të ngatrohet me parcelat edhe Soros t'i bëjnë ai hata dhe t'i shpikin ai dosjen në Amerikë edhe Rama për shkak se është në linjën e Sorosit të shkoj, nuk e di, diçka ndjej unë, nuk them vërtetën, nuk e di, do të jenë kaq shumë naiv, ku shkon leku ndonjëherë pa mbite. Atëherë, domethënë 2 familje të mëdha po përplasin në Shqipëri. Do goditën në 2029-ën, po. Do goditën 2 familje të mëdha kur të Trumpi të largohet nga presidenca. E ke të sigurt, as bëhet fjalë. Okej, këndvështrim shumë interesant. E ke dosjen gati dhe dëshmitari kush është? Edi Rama. Okej. Ja prita. Po thjesht do presim se janë 26 tani. Ky është një këndvështrim interesant që unë deri tani nuk e kisha dëgjuar, sigurisht kam dëgjuar për përplasjen që mund të kenë 2 faktorët e mëdhenj ndërkombëtar, SBA dhe Bashkimi Evropian. A më pyete për mediat ndërkombëtare? Po pse po të ishte për Izraelin, mendos se do merresh mediat ndërkombëtare? As vetë fjalë. Ta garantoj unë që do thotë Izraeli nuk është mbrapa aty. Po s'është mbrapa Izraeli, harroj këtë gjë. Okej. Mbrapa është paketat që shkon për Trumpin pasi ikën nga presidenca dhe Ivanka të bëj jo vetëm mirë, atëherë i bie që Edi Rama shndrohet në shpëtimtarin e Trumpit. Jo, shpëtimtari i Sorosit. Sepse ai që do procedohet dhe ai që do goditet do jetë Trumpi pasi ikën, sepse duhet keni parasysh të dashur qytetar. Kur je në pushtet, të gjithë të bëjnë furçe nga mjesi deri në darkë. Ikën nga pushteti, aty hajde gjë vetën tënde të cila gremina, të cila grop do jesh. Më kupton? Pra, ju kuptoni këtë gjë. Pra, unë të jap çfarë do ti, hajde sepse ke pushtetin, je presidenti i Amerikës. Shko thuj presidenti i Amerikës, jo, të themun ku je nesër. Pra, situata është e tillë. Ata vinë dhe me helikoptere, kanë kështu. Regjia, të lutem. Mos vime në Igomar, të shkojmë në Zvërnec, të shkojmë në një takim. Disa kërkesa të grupimit, le të themi, që janë pjesë e organizimit, janë aty në protest, janë ato, le të themi, kushtet të cilat janë tashmë publike në rrjete sociale, dhe unë do doja që ti lexonin disa nga kushtet që kanë kërkuar. Atëre,
Kërkesa e dytë, kjo kërkesa kryesore për rivendosjen e besimit publik, përgjegjësimisë shtetërore dhe reformimit të administratës. 1. Dorëheqja e kryeministrit dhe kabinetit aktual. 2. Qeveri teknike me mandat kufizuar dhe të kontrollueshëm publikisht. 3. Mekanizëm publik për zgjedhjen e ekspertëve. 4. Byro e pavarur hetimore për koncesionet, leje dhe asetet publike. Konfiskimi pasurive të përfituara në mënyrë të palishme. Byro e hetimit administrativ dhe reformimi i administratës publike. Krijimi një shtet kombi funksional të shqiptarëve. Nëse nëse bëhet pikë parë të tjera janë byro më thë byro e partisë. Karanja? Nuk byro. Po mirë, byro hetimi, domethënë Kërkesa e parë. Jo, kjo është kërkesa publike. E di më di, po hiq ato dy fjalit aty. Protestues, hiqni ato koha e komunizmit më ka mbaruar. Tani dorëheqja e parë, kërkesa e parë është kërkesë politike. Pra, kërkojnë dorëheqjen e kryeministit, ata kanë shprehur dhe kabinetit aktual. Dhe pse u lodhën? Se fjala dhe ose ata thonë ose këta, sa i heq ta gjithë i ndron në sekonde. Fjala dhe i do të dy. Gjatë protestës që kemi bërë, flitet për një dështim, thas që kemi folur nga ana e protestuesve që diskutohet, është dështimi i sistemit shëndetësor, dështim i sistemit të drejtësisë, pra çështjet sepse u pretendua, u bë një reformë drejtësie, u investuan 400 milionë euro dhe rezultoi që jo që u shkatru drejtësia, po u azësoi fare. Pra ti nuk shkon më. Pra këtë konflikt duhet ishte zgjidhur me kohën nga drejtësia. Fati që kanë vite, ti si qeveri e bëre reformën në drejtësi që do afroje investitorët e huaj dhe do i krijoje siguri, në vetvete ti po i krijon pasiguri. Madje ti si një politike e tillë, po të them foshnjore, ka krijuar incident dhe ka krijuar përshtjellim ndërkombëtar, sepse kur vjen një investitor ti thotë është toka ime, është e ime. Ndërkohë prit se çeka e këtij, çeka edhe e këtij. Prit se çeka edhe një tjetër, po ku je ti më? Një pron 3 veta. Pra këtu tregon seriozitetin e shtetit shqiptar. Dhe fat Andi është fat i madh. Është fat shumë i madh se edhe Sazanin, që të kishe qenë një Sazani me tokën dhe Sazanin kishe për ta marrë atë. Pritani se te Sazanit kam pyetje unë, meqense më duhet te Sazani. Këto ishin kërkesat, domethënë shiko, kjo ka një logjik. Nëse bëhet e para dhe e dyta, pra dërriqet kabineti aktual, shkrihet qeveria dhe bëhet qeveri teknike, pikat e tjera janë pika të cilat rrjedhin sipas kritereve dhe kushteve që mund t'i provojë qeveria teknike apo qeveria. Edhe diçka që duhet na lë pikën që kemi diskutuar, e diskutuam. Mekanizëm publik për përzgjedhjen e ekspertëve. Po. Që folëm të deputetëve. Të hiqet dorë nga bunkerizimi. Konstatohet në administratë publike konkurrimet duhet të jenë të hapura, ta shohë gjithë populli se kush konkuron dhe kush është ekspert apo jo. Kohët e fundit kemi vënë re nga KLG-ja me rastin e emërimit të 6 antarëve të KPA-s që do bëhen antar, që duan të bëhen gjyqtar apeli me dyert mbyllura çdo gjë. Pra bunkerizim. Bëjë mbledhje? Nuk është bërë. I është lënë një kohë që të bëjnë kërkesë që të bëhen gjyqtar po jo. Ç'është ky bunkerizim? Pra sistemi gjyqësor, ekspertët dalin tek ligjet. Kush i bë këto ligje më? Kodi penal, skandal mërë, se neve po i ngrejmë, kodi ri penal është skandal. Pra këta ka një kërkesë drejt. Sistemi juridik, pra qynë të ekspertët, dhe ekspertët e fushave tjera, të mjedisit, ekspertët shëndetësore, gjithë jenë human mërë, edhe për koncesionet, dhe asetet publike, si dalin këto leje. Ajo është zonë e mbrojtje, ti dele, ligji është tjetër, se në ligjin e po ligjin është fuqizuar, ne bëjmë ligj të rinë. Mbas ligjit të rinë e bën. Dhe këta janë pika të cilët janë të drejta dhe lidhen me pikën që e tham, mungesë transparence, mungesë transparencës, bunkerizimi i sistemit drejtësisë, bunkerizimi i administratës publike, se këto pasohet, këto janë kërkesa drejta. Janë për mua, sidomos te ekspertët, sepse vëndja e budallëve, ignorantëve dhe debilëve në vende dhe të pavëve në vendet drejtuese ka sjell pasojë shumë. Unë them që kjo është bërë me qëllim, sepse merr një njeri nga rruga, e firmose, pam, ç'a do ti tender, merrem, ç'a do detin, ore s'ka si të futemi, futën gjej mjetin thotë, s'prish punë. Dhe ka gjetë njerëz që bajnë burg. Deri 5 vjet burg, bojën 5 vjet. Pak të marrë një lek. Vetë morën një lek. Ç'është ky ekspert? Në të gjitha vendet, të gjitha pranimet madje duhet bë vepër penale në kodin penal. Kjo duhet ashtu. Rekrutimi i njerëzve kundërshtim me ligjin. Duhet bëj vepër penale. Ai që fut njerëz kot, ai që shkatron vendin, ai që sepse një pjesë e studentëve, 30 vite më. Një pjesë e protestuesve ishin djem 3. Kanë marrë shkollën me 10. I dëgjova te Al Jazeera, flisin perfekt anglisht.
Pra ata marrin atë që Ata të rinj janë mrekulli. janë mrekulli. Dhe çfarë bëjnë? Marrin vend e punë atë që s'din shqip. Te Akshi kanë marrë shoferin Daniel Shima. Nga shofer, se dukesh çoni mirë. Hajde këne. Pse me kështu do rekrutohet? Akshi është qendrori, është institucioni qendror. Po sa vetë ke rekrutime? Ose sa vetë që i bëjnë presion administratës publike. Pra kemi nevojë për specialist. Kemi nevojë që ai brezi të futet në vend. Po jo që duhet kalosh, duhet të jesh aktivist edhe nga aktivisti të kalosh tu, se është shkatruar shteti. Pra kjo arrogancë, kjo mungesë transparence, ky mungesë rekrutimi specialistëve, ka se këto pasojë pika 3 për mua është pikë po që e rëndësishme sa dhe pikat e tjera, por bires unë për mua pika 3 është kryesore. Afrimi specialistëve dhe që këta njerëz t'i shërbejnë vendit, mos ikin jashtë. Bebines më pëlqeu një vajzë që tha kisha vendos për një media u e kishe marrë CNN-in, mos gaboj, se ishin shumë, ka pasur shumë, dhe ta unë kisha vendos të isha në Itali në shtator, do rinë Shqipëri, se duhet të japë për vendin tjerë. Jemi vend i bukur, kemi male, dunë me na i marrë dhe malet me paket malesh. Kemi kodra, kemi fusha, uj po i merë gjithë, çfarë këto pse e di unë, s'ka e diti. Këtu ka rregulla, ka vjen specialisti, Shqipëria është vendi i dytë në Evropë për ujë. Mund gjetet specialistë. Duhet gjetë vendi se ku të merren ujët edhe burimet. Pra ne kemi nevojë për specialistë. Çdo fush. Çdo fush duhet ashtu. Kjo është pika e rëndësishme. Zoti Bora, do të më pyesni edhe mua lidhur me kërkesat. Më kërkesat ndjes, okay. Vetëm një është kërkesa. Dorëheqje e qeverisë Rama, qeveri kalimtare, garanci 12 mujore që kjo qeveri të ketë mundësi të përgatisi zgjedhje të lira, të barabarta dhe të ketë vetëm karakter teknik në kuptimin procedurial dhe jo politik. Shumë ta marri drejtimin e qeverisë tranzitore, si për zgjidhjet. Për shembull, në rast se ajo do kaloj përmes parlamentit, jemi realist dhe unë kam për shembull një kështu me ide, për shembull, në rast se ne themi që duhet të jetë një person apolitik në kuptimin thjesht vetëm për të firmosur në aspektin procedurial, zoti Rama dhe zoti Berisha të keni parasysh që do të ketë fjalë, pra në kuptimin parlamentar, që vot besimi i qeverisë nuk bëhet në shesh, bëhet në parlament. Po. Mirë, të jemi realist me ligjin. Dhe atë që duhet kuptojnë qytetarët. Propozimi i qytetarëve që mund të vendosin një emër, për shembull, si zoti Marin Mema, mos gaboj. Po, një person që është përfolje, ka një përfolje kështu me radhë kështu. Të drejtojnë një qeveri teknike kalimtare, pse jo mos të jetë? Por edhe kjo kaos, ose më mirë, edhe kjo kërkesë, në rast se do të respektohet nga partitë parlamentare, që është Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, nënkupton qartazi që formulimi i qeverie të tillë do të kalojë përmes parlamentit që do votbesimin parlamentar. Po nëse nuk merret votbesimi aty për shembull. Në rast se kemi një pakt të gjerë politik, bëhet kjo gjë. Në rast se nuk ka, atëherë Rama në çdo moment nuk e di tani, unë s'mund paragjykoj tani çfarë do vendosi populli atje. Jo, po, se kam për popullin, unë e kam për palët politike, jo për popull. Populli imponohet Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste sot, sepse ajo është fuqi. Dhe ajo fjali e famshme që thënë socialistat, specialista të analizëve, kush do të vi pas Ramës, se s'ka më të fortë se Rama, kjo është loja e radhës. Pse? Sepse pikrisht ata duhen të sjellin thënë s'ka njeri tjetër në Shqipëri. Po pse s'ka më në Shqipëri të tjerë? Ke Marin Memën vlla, një kandidaturë. Ke Borën, ke Karanxhën. Si, kemi Ramën, nuk kemi pas Ramës kush të vi? Po jemi gjithë shqiptarë më vlla, pse duhet ta materializosh? Pikrisht tek Rama. Kështu qavën në 90-ën. Pra pse? Sepse pikrisht kjo është loja. Kur vdiqën deri, Kokreloti kaq. Po qaj të dy, unë në koma socialistë. Tani, pritani ta mbaroj unë tani, rastin tim. Tani, ju jeni më të ri. Se mua e dihet kjo gjë, po kam qarë, e pranoj. Mua betit, ti ke qarë pastaj. Se isha i vogël. Na tremën, qa do not. Ore, mos ka dhe njerë si qajnë tani, ore, se thonë, Iku Rama dhe nuk kush vjen. E di pse, se qajnë pikrisht ata të cilët sot mbajnë nga Edi Rama. Pse qajnë ata? Po si qajnë? Sepse ne do kesh dhe njerëz që qeshin. Administrata është e madhe, administrata qafë, janë 180.000 kokra loti. Janë gjithë lota, është lot. Për këtë Karanxha, për këtë bjen lot të vërtet apo lot krokodili? Do të jemi sinqert tek popullin. Tani futu pak tek rithemi një herë se un kam një çështje atëre. Për kërkesat. Një kërkesë thuaj, qeveritë kalimtare dhe shkojmë në zgjedhje pas 12 muajsh dhe
emri të votohet në parlament dhe të imponohet nga sheshi tek Rama dhe Berisha që ata të dy mos marrin fare pjesë në qeveri, pra me emrat e tyre, emër Rama, Berisha në qeveri, po të kemi një qeveri teknike, por do të formalizohet në parlament, sepse duhet të dim të lexojmë edhe ligjin, edhe rregulloren, edhe kushtetutën e vendit që votbesimi kalon përmes parlamentit. Regjia, të lutem, sepse kemi një diskutim tjetër këtu Karandxha që duhet ta kuptojmë së bashku, ne, që flitet për Zvërnecin, flitet për Sazanin. Vajza e presidentit Trump doli tha që zbulova, tha, duke notua rastësisht ishullin e Sazanit dhe një vend fantastik. Mirë po CIA në vitin 1959 ka pasur një dokumentacion sekret, i cili tashmë është deklasifikuar. Shikojmë lartin që thot secret, edhe ju njiheni mirë me materialet cilat siglohen Më fal, qa viti? Në 59-ën, Po, në 59-ën jemi 2026 dhe do presush 2029-ën. Prit tash, do të lidhe me 59-ën. Okej, mirë. Tani çfarë thot? Jep dhe të dhëna për atje. Çfarë ka aty të vendosura? Ka evidenca, domethënë faktike se çfarë ka pasur aty. Ka domethënë pozicione mbrojtje të cilat përfshin 8 gun, 8 armë, thot dhe 2 armë 4 me 100 mm, me dual purpose batteries dhe me bateri ato armët aty. Një dokumentacion sekret i cili flet për pozicionin strategjik për kontrollin e Adriatikut. Kishte ato imazhet e tjera. Çfarë do thot kjo tani për Sazani? Sepse Sazani doli dhe një dokument domethënë i cili flet që është hequr nga inventari i Ministrisë së Mbrojtjes, pra, siç ndodhi edhe me Partizanin. Po, ai shihet çka ka bërë CIA, ka që rëndësishëm që nga Sazani. Sazani ka qenë bazë ushtarake, pra ka qenë bërë nga italian, sepse ishulli i Sazanit deri vonë është administruar nga italian. Me rënien e Italisë fashiste, këtë u morë në administrim nga Shqipëria, se ka pas Italia. Po, dhe ishulli i Sazanit, domethënë është nga kanë folur dhe specialistë që kanë jetuar. Ka qenë si domethënë ka pasur një mini qytet ku ka pasur kinema, ka pasur jetonin ushtarakët dhe ka qenë bazë shumë e rëndësishme. Edhe sistemi i ujit ka qenë nga shiu sepse nuk ka burime ujore. Po, dhe ka qenë bazë strategjike. Pra quhet bazë strategjike me tunelet përkatëse. Ka një mol të vogël që është mol që shkohet, por dhe nga statistika dhe nga informacionet e dhëna nga CIA, jep dhënat e mitralozëve, gun, deri në 100 mm është kalibri i madh, domethënë është kalibri i madh. Dhe po ti vesh ato që u thoshte nuk ka ndonjë ndryshim të madh. Pra ka qenë bazë ushtarake dhe ja po thosh there has been no major causa change. Pra nuk ka ndonjë ndryshim të madh. Pra ka qenë bëhet fjalë për vitin 50, sepse gjatë viteve ka bërë ndryshime, domethënë është bërë këtu e kanë bllokuar vitin ata për të marrë krahasimorën, po ta shohësh është bllokuar viti aty sepse sigurisht ata kanë pas në mbikëqyrje gjatë gjithë kohës, më kanë pas para 10 vitesh, para 5 vitesh. Dhe për shembull krahasojnë. Ai, domethënë, porti ka emrin porti. Po, radar site, pike radarit, diesel power plant, pas ka dhe një stacion nafta aty. Ky është prish në 97-ën, siç e dini. Pra nuk e merren për shembull Amerika dhe merr goca e Trumpit. Në 97-ën. Ky dy hyrje underground thot në dhe, është për siguri, është për siguri. Pra është tamam është një bazë ushtarake strategjike, sepse është pika më e dalë det. Më poshtë është baza e Pashalimarit në zonën e Karaburunit, por aty kanë jetuar njerëz dhe është isur me mbi 3000 banor aty, kanë jetuar, madje ka pasur edhe vende ku mbiheshin ekonomi të vogël, për shembull. Po tani sa jetojnë? Tash jo, u prish 97-ën fakt. U shkatrua fare. Vitin 97. Tani bën që do ta marrë goca e Trumpit dhe Amerika Sazanin. Është menduar që një pjesë e ishujt të zhvillohet, jepet turistik, por të paktën këtu kemi gjë pozitive, në thojza, që e dim që është pronë e shtetit. Pra nuk ka ardhur njeri, nuk ka njeri pronar privat që të pronar. Dhe kjo pronë tash i shtetit shqiptar, sepse shteti shqiptar ka haukat e veta. Pra nëse vendosjet të jepet për qëllime turizmi dhe këtu duhet transparencë. Shkuptojmë me transparencë. Vjen një investitor të investoj,
por duhet dhe edhe këtu, duhet specialistët e mjedisit, pra duhet një transparencë, për çka ka të vit ti investoj shumë burë, këtu s'ka ngel ro part, aq më tepër vajza e presidentit, por këtu çka ka ndodhur? Këtu Koshmar, Sazani, ja kanë shtu dhe këtë tjetër, ka dalë. Si është kjo punë, janë dy projekte, një projekt, unë s'po e kuptoj. Po Sazani është ngatrimi parcelës. Vajza e Tramit ka folë për Sazani. Pjesa knejtë pjesa knejtë, si është bo, çfarë bisedash janë bërë për punën e Zvërnecit. Kam ide, kjo anë e Zvërnecit është histori shqiptare, siç i bëjmë ne domethënë. Është tamam histori shqiptare që ne nuk njohim ligjin, njohim rregullat, njohim gjë. Qofse kjo pronë është e shtetit, hyj shteti si ndërmjet, ti bëj shteti siç bën me Sazarin, bën të procedohet këtu, jo toka e këtij, toka e atij. Ku ka qenë shteti gjithë këto vite? Pra dalin te protesta studentëve. 35 vjet nuk ka pas shtet. Pra dhe kthimin e pronave me letra të falsifikuara. Ishte rasti i Petroliferës, lexova sot një shkrim, te Petrolifera ka qenë këtu, ka kompensu komisioni i kthimit pronave në Vlorë, ka kompensu me tokë tek zona Petroliferës. Pra këtu vetëm shtet s'ka pas. Pra 36 vjet është grabit prona shtetërore, u shkatru prona, u shkatru në uzinat dhe fabrikat. Pavarësisht se ishin vjetra, ato nuk ishin pse shkatroheshin. Ato mblidhe një komision dhe shive si mund u shkatru një pjesë u shitën për skrap. Pra këtu me drejt ata protestuesore ç'a bëhet? Këtu të gjithë investitorët vinë, marrin dhe ikin. Pra pas ka qenë shumë i pasur ky vend dhe ne nuk e kemi ditë. Pra ka gjithë këto vite mungesë të transparencës me drejt qytetarët. Ç'është kjo mungesë të transparencës? Dhe na sjell. Aq më tepër na ve investitor që neve nuk e dimë se kush janë. Vajza e presidentit merret me biznes lishëm, s'mund të jesh me investitor, duhet ta dimë ku do investoj. Pra, nëse është i lidhur si projekt, nga Pishpëroja deri në Nart, duhet dim pronarët, sepse ti ke një investitor të rëndësishëm e quhet strategjik. Atë historia e shqiptarëve çfarë bën? Ne s'dim kush është aty. Plus që janë 3 pronarë. Plus që po bëjmë propagandë, jo reforma, jo ky, ku jetë zero. Përkundazi, për 36 vjet këtu shteti ka humbur prona, por dhe pronari vërtet ka humbur prona. Sepse pronat me sa po shikojmë, nuk janë kthyer për ish pronarët, janë kthyer për ata që vjen që janë më të fortë. Pra prona është më e fortë. Ktu kemi ligj xhungle. Pra kush është më i fortë dhe merr pronën. I ve hunin aty, i gjen letrat, i prodhon 2 letra, e gjen atë punën e tyre se janë mjeshtra. Gjen ja 2 pseudotopograf që më fal se ngatrova shkronjën dhe zbret tokën nga ne. Por shteti thashë edhe një herë duhet bëj një inventar për pasuritë e veta. Ku është, si është, edhe ti ka. E qartë. Jo t'i shohim si, ku gjesh në i copë, të është jalë shumë dhe maleve, se mbaroj fushë jalë shumë maleve. Zoti Bora thjesht për shkak se nuk doja të ndërhyrje te kolegu, se është mungesë edukate, po dua thjesht të bëj pak një debat me ju. Dua të ma lejoni këtë debat. Këtë studimin këtu, kush e kishte bërë? Kjo është deklasifikuar nga CIA, domethënë Central Intelligence of America, Qendra Amerikane e Inteligjencës, pra shërbime sekrete amerikane që në vitin 1959. Po. Është deklasifikuar në 2003, pra nuk është më sekret. Po, nuk është. Dhe tani ju më thoni që një studim kaq shumë profesional me aq sa e pam në anglisht. Ka edhe të dhëna të tjera. Nuk ka identifikuar gjithçka baza. Në 2026 më thoni mua ju që Amerika, Departamenti Amerikan Shtetit, NATO, fuqitë e mëdha amerikane, kanë hequr dorë nga ky aset që kemi. Edhe vjen familja e Trumpit dhe investon te një synim dhe një studim amerikan, pra familja merr ka diçka që ka qenë në strategjinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nuk e di kodin penal amerikan apo ushtarak amerikan, apo interesave të Amerikës, po unë dyshoj që në të ardhmen do të ndodhi ndonjë incident në Amerikë në 2029. Sepse nuk merret kur një projekt kur ne e dim publikisht që pas ka një studim amerikan. Ose të ketë studim amerikan aty, po shteti ty po ta heq nga jo tek qytetarët tanë. Kjo mbajeni mend, nuk e qunë bazë strategjike. Shenojeni, mbajeni mend pas disa vitesh. Prandaj duhet ta bëja kaq shumë të lehtë. Të më kuptoj ai qytetari i thjesht, që pra Amerika heq dorë nga një investim dhe një studim i tillë, e pamundur, unë se besoj dot. Prandaj le të qytetarët ta mendojnë, ta shikojnë
Mund të ketë qenë për kone, sepse gjërat fliten gjithnjë në një kontekst aktual të kohës, atëherë ka qenë lufta e ftohtë, ka qenë parasysh diçka strategjike. Duhet kemi parasysh diçka. Shqipëria atëherë ka qenë pjesë e Traktatit të Varshavës. Në 55-ën ka dalë, por faktikisht de facto ka dalë pak më mbrapa. Dhe pozicioni sulmi nga lindja perëndim është zona e Karaburunit, që është diskutuar në kohën e Khrushchevit, që të bëjë pistë aeroplanësh të kohës që kanë qenë atëherë dhe pikë për vendosjen e raketave. Siç kanë qenë këto raketa, për shembull, një pjesë që janë sot janë qenë vitet 60, K101, po janë raketat vjetra që janë updetu, po janë akoma në shërbim. Dhe rëndësia atëherë e kohës ka qenë më e madhe sepse ka qenë sulmi nga lindja në drejtim të perëndimit dhe për vërtetës kanali Otranto është në gjithë Mesdheun me përjashtim Bosforit dhe Gadishullit Iberik, që është afër, kjo është pikë shumë strategjike. Pra ti kontrollon de facto se notoi de facto ti kontrollon Otranton. Dhe ky është një ishu për kohën që ta kontrollon. Pra nesër në rast të luftës ti kishe të bllokuar pjesën e tani do ketë apartamente. Në rast të luftës thash. Në rast të luftës. Po jo, kur ti pse ti mendon se do kemë një luftë ndonjëherë? Nga në traktatit të Varshavës ti kishe të mbyllur. Kishte edhe ato pikat e raketave që ishin në Karaburun, është testuar dhe shkombi që mban ato shpërthime, siç po e shohim sot luftë. Po edhe do ta marrë goca e Trump, se notoi në Sazan. Në lidhje me bazat ushtarake. Shteti shqiptar e parë herë këto janë pronë publike. Ti vendos një moment kur nga socialistët që bën specialista. Ajo është tjetër histori. Por vendin natë. Tash kur shkojmë në luftë këtë ne mund të ndodh që kjo bazë nuk ka bërë rëndësinë e kohës që kishte atëherë. Pra, nuk e ka. Po edhe ndryshon tani, se për shkak ka ndryshuar. Kjo është vlerësuar, pra është dhima, mos e merr me shaka, mos e merr me shaka, nuk është shaka, po vetëm kanë në inventarin shtatorë me mua. Si kam si mos zotrin, tashmë goca e Trumpit, shuka inteligjencën amerikane dhe interesat e Amerikës në Ballkanin Perëndimor. Është e vjetër. Po pse çan, po më falni sekond. Po mirë. Pse NATO shkojnë në Berat? Ka ndryshuar ndonjë gjë? Në Kuçova, po s'ka problem. Berat, me ku diu në çfarë. Jo, sekondësa ajo ka ndryshuar, ka ikë në destinacion, ka vendos rrota edhe ka lëvizur. Po ikë tani të thash 2029 pritën. Po kemi 2026, kjo është e keqja. Okej. Ja ta shikojmë. Shikoj, është vlerësimi që në kontekst aktual të kohës, bëhet ç'a bëhet dhe pas 100 vitesh të nxjerrin ta palarat në shesh. Se tani si nxjerrin. Shteti di vet kur shteti, do të thonë Jo, mos e ngatro. Ti të mos më ndërprit një moment, të lutem, mos më ndërprit një moment. Bazë ushtarake, është bazë ushtarake do jetë apo jo. Dhe mënyra e zhvillimit pronës. I vetmi shqetësimi im në këtë rast është transparenca. Pra gjithçka, veprime, domethënë të bëra, unë nuk e mendoj populli shqiptar e ndihet dhe i vlerësuar vetë, qoftë protestuesi, kudo, ore çka ka ndodhur me pronën, sa të ardhura merr. Thash, në Shqipëri kjo mungon. Pra kemi disa, marr rastin e tunelit Llogaras, projekti vëllai bukur me diellin këtu, kur shohim projektin në terren, kishin hik 2 ura, ishin mbushin. Por ato zbatohet, projekti përfundimtar si do bëhet, si do ndërhyet. Deri më sot ne nuk po shohim, pra po shohim një arrogancë, një mashtrim dhe sidomos pjesa e zvërnetit është histori shqiptare. Pra këni është histori shqiptare që hajde jepi dum. Kurse për sa i përket pronave ushtarake, qofse shteti vet ka vendos bëj një diçka që ta zhvilloj, e para ti bëj sipas ligjeve. E dyta të mos ndryshojnë ligjet në momentin e fundit dhe të flasin specialistët. A ja vlen, se ja vlen, çfarë interesi kemi. Pra specialistët duhet flasin. Mund ndodhësh pozitive, vajzë Trump është edhe kuadrin strategjik për Shqipërinë. Një investitor, vajzë presidentit, por duhet parë dhe interesi. Mira je, po çfarë interesi kemi. Pra duhet shohim se shpron ajo se neve s'e kemi mira ishu që kemi 6.000 se fale vistën na ngelën 5.999. Në kohën e recesionit grek, diku në vitet 2013-2014, u vetë ofruan oligarkët rusë për të blerë ishurit Greqisë për ta shpëtuar nga kriza. Po letën këto janë mashtrime, ato mund të jenë thjesht lajme, po e vërteta është nuk ekziston shtet që të shesi tokën e vet. Mirë. Po mirë, unë çfarë po them? Këtë po them pra. Që nuk shitën. Nuk shitën. E pra, unë këtë po them pra, nuk e shitën. Dhe në kulmin e recesionit ne kemi Edi Ramën edhe shet. Po më nuk e
Se di pra ta shohim pra se nuk kemi transparenca kjo. Transparenca kjo është. Jemi dakord që puna të zhvillohet. Në mungesë të transparencës, na lindin dyshimet që Rama mund të shes. Mirë. Okej. Mirë. Ta specifikojmë zotë Karadžić, se ne s'do bëjmë. Gjesa s'ka transparencë. Çfarë strukturet? Pra, bravo. Pra, ne dyshojmë. Aty u diskutu të bëhet dhe, domethënë, ishu i Epsteinit, pra kur s'ka transparencë, ti je zero. Për mu personalisht transparenca zbatimi i ligjit s'ka asgjë, pyetja e specialistëve, siç është pika 3 aty në këtu s'ka asgjë. Tani edhe një po ta korrigjoj dhe do ma marrësh për tekst, por nuk do ta marrësh. Socialistët në specialista, kurse specialista nuk kemi sepse qeverisemi nga socialista. Ku ti thua specialisti për shembull? Pse i thua që socialistat janë bërë specialista duke detyruar pronat e shqiptarëve? Mirë, dhe specialista nuk ka sepse pikrisht nuk kemi një qeveri që respekton ligjet dhe institucionet të këtij vendi. Ka shumë e thjeshtë është. Zoti Karadžić më kanë nxjerrë tani sot nga rendi i diskutimit, se përmend vazhdimisht specialista. Po, zoti Karadžić, specialista në momentin e dur, po në këtë situatë jemi nga socialista specialista.